Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntashabin wa ala jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmet me shpëlotet. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me profetin Muhammad, me familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur, dhe me të gjithë të dërguarit e profetët Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi ju. Në horizontin e historisë njerëzore, aty ku errësira e ignorancës përplaset me dritën e së vërtetës, shfaqet figura madhështore e profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, si një dritë që kursesi nuk shuhet. Ky profet nuk ishte thjesht një kumtues i shpalljes, por vetëm i shërimi i saj në jetë. Një Kur'an që ecën mbi tokë, që flet, vepron dhe udhëzon me çdo frymëri të tij. Në çdo fjalë që ai shqiptonte dhe në çdo veprim që ndërmerte, pasqyrohej thellësia hyjnore e Kuranit, duke bërë jetën e tij një pasqyrë të pastër të mesazhit qiellor. Sepse profeti ishte ura që lidhte tokën me qiellin, shembulli i gjallë që përkthente shpalljen në realitet të prekshëm për të gjithë njerëzimin. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqnim së bashku tashme ajetet e përzgjedhura nga sura Qalam për ditën e sotme, ku janë 15 ajetet e para të kësaj sureje. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Nun betohen për penën dhe për atë që shkruajnë, se ti o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falëmirësisë së Zotit tënd nuk e i marr. Padyshim, ti do të jesh për herë i shpërblyer, se ti je me virtyte madhore. Së shpejti ti do ta shohësh, por edhe ata do ta shohin. Secilin prej jush e ka prekur marrësia. Zoti yt, e di më së miri se cila është shmangur nga rruga e tij dhe njeh mirë ata që janë në rrugën e drejtë. Andaj, mos i dëgjoj ju besimtarët. Ata dëshirojnë që ti të bësh lëshime, kështu që dhe ata të bëjnë lëshime. Por, ti mos ju bind çdo betuesi të përçmuar, shpifaraku që përhapsh thashë theme, penguesi veprash të mira, shkelsi dhe keqbërsi, të ashpri që veç kësaj është dhe fëmija shlishëm, vetëm se është i pasur dhe ka shumë djem. Kur i lexohen shpalljet tona, ai thotë, këto janë vetëm përralla të popujve të lashtë. Të dashur vëllezër dhe motra, në emisionin e ditës së sotme Trokitje shpirtërore, do doja të flisja me ju në lidhje me temën Profeti Muhammad si Kurani folës. Për çdo çështje, për çdo fjalë, sahabët dhe njerëzit në atë kohë pyesin profetin: a është prej tij apo është shpallje nga Allahu? Me qëllim që të qartësonin qëndrimet e tyre. Por duhet të dihet se profeti nuk ka patur dy personalitete në çështjet e përgjithshme të posaçme. Ai ka patur një personalitet, i cili ishte trupi i gjallë me mesazhin hyjnor. Profeti ishte Kur'an folës në çdo aspekt të jetës së tij, qoftë në vepra, në thënie, në miratime, vendime. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ai nuk flet sipas qefit të vet, por ajo që thot është vetëm shpallje e Zotit që i vjen atij. Ajeti 3 dhe 4 i surës Najm. Allahu thot po ashtu për profetin në Kur'anin familjar: jo, për Zotin tënd, ata nuk do të jenë besimtarë të vërtet, derisa të marrin ty për gjyqtar për kundërshtim mes tyre. E pastaj, të mos ndjejnë kurfar dyshimin dhe gjykimit tënd dhe të binden ty
plotësisht. Ajeti 65 i surës Nisa. Dhe në surën Ahzab në ajetin 21, një ajet i mrekullueshëm ky për të gjithë ndjekësit e Ehlibetit e profetit Muhammed, Allahu thot, në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe për më të shumë Allahu. Ajeti 21 i surës Ahzab. Profeti është shembull në gjithçka. Ai ka qenë i pastër i pamëkat gjatë gjithë jetës së tij, që në vegjëli e deri në fund të jetës. Fjala e tij me veprën kanë qenë një dhe nuk lëviznin dhe kur nuk binin ndesh me njëra tjetrën. Profeti ishte shembulli më i përkryer për mbar njerëzimin, sepse ky profet përfaqëson të gjithë vlerat e larta morale dhe ato njerëzore. Toka nuk ka parë dhe nuk do të shohë njeri më të dëlirë e më të pastër se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Kurani i shenjtë dëshmon se profeti Muhammed ka qenë njeri si të gjithë njerëzit e tjerë, njësoj si të dërguarit e tjerë paraardhës. Ndryshimi i vetëm ishte se ai ka qenë i zgjedhur i Allahut dhe i dërguari i tij për të udhëzuar njerëzit në rrugën e drejtë bazuar në mësimet e Zotit një të vetëm. Kurani e urdhëron profetin që të thotë njerëzve: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, unë jam vetëm një njeri si ju, që më është shpallur se Zoti juaj është një Zot i vetëm. Kështu, kush shpreson takimin me Zotin e vet, dhe të bëj vepra të mira, dhe të mos i shoqëroj askënd në adhurim Zotit të vet. Ajeti 110 i surës Kahf. Dhe një ajet tjetër, sqarohet edhe më së shumti të qenurit njeri si të gjithë të tjerët, por dallimi ishte se profeti ishte i dërguar i Allahut, ishte Kur'an folës, dhe profeti ecte me fjalën e Allahut xhaleshanuhu në çdo hap që ai hidhte. Ajeti thot: unë nuk ju them se kam thesaren e Allahut, apo që e di të padukshme. As nuk them se unë jam angjëll, as do t'u them atyre të cilët syt tuaj një nënçmajnë, se Allahu nuk do t'u jap kurfar të mire. Allahu e di më së miri se çka në shpirtrat e tyre. Atëherë, sigurisht që do të isha prej të padrejtëve. Ajeti 31 i surës Hud. Dhe në surën An'am në ajetin 50 thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, unë nuk ju them se zotëroj thesaret e Allahut, apo se di të padukshme, dhe as nuk them se jam angjëll. Unë ndjek vetëm atë që më shpallet. Thuaj, a parazohet i verbri me atë që sheh, apo s'po mendoni? Nga këto ajete mësojmë se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk ka asgjë nga ato që përmendin ajetet, por ai zbaton ato që i është shpallur nga Zoti i gjithësisë. Të qenurit profet dhe robi i Allahut sqarohet në këtë ajet ku Allahu thotë: thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetes as dobi, as dëm, përveç se aq sa dëshiron Allahu. Sikur ta dija të padukshme, do t'i shumoja të mirat dhe nuk do të më prekte asnjë e keqe. Unë jam vetëm paralajmërues dhe sjellës i lajmeve të mira për njerëzit që besojnë. Ajeti 188 i surës Araf. Pra profeti u dërgua si një njeri njëherë për të njerëzit, që të jetë paralajmërues dhe sjellës i lajmeve të mira për njerëzit, të cilët i besuan thirrjes së tij dhe ndoqën rrugën e tij të palëkundur. Allahu thot në surën Ahqaf në ajetin e 9 se Bismillahirrahmanirrahim. Thuaju, unë nuk jam i pari i dërguar dhe nuk e di çfarë do të ndodhë me mua ose me ju. Unë ndjek vetëm atë që më është shpallur dhe kam për detyrë vetëm të jap paralajmërime të qarta. Në Kur'an flitet se Allahu i madhëruar ja shfaq gajbin atij që do prej të dërguarve të tij, por jo se ata dinë të fshehtën. Këtë e lexojmë në surën Xhin, në ajetin 26 deri në ajetin 28, ku thuhet: vetëm ai e di të padukshme dhe nuk ja zbulon atë askujt, përveç të dërguarve që ka zgjedhur. Para dhe pas tij dhe pas tyre, Allahu praji vën mbi kyçyrës ëngjëj, në mënyrë që ta di nëse i përcjellin mesazhet e Zotit të tyre. Ai përfshin me vetdijen e vet gjithçka që ata kanë dhe çdo gjë e ka llogaritur i tësisht. Allahu është më i plot fuqishëm, që
të jap kujdo prej robërve të tij, sidomos të dërguarve, çfarëdo lloj fuqie që u ka dhënë disa të dërguarve dhe mrekulli të ndryshme. Po ashtu, Allahu është i plot fuqishëm që t'ua zbulojë dhe atyre të fshehta. Por Kurani na thot se nuk ua ka dhënë atyre këtë gjë. Ata lëviznin njësoj si lëvizin njerëzit. Përjetonin ndjesinë e dobësisë, etjes urisë, dhimbjes, hidhërimit, gëzimit dhe të tjerë, por me një lloj ndryshimi se ato ishin të dërguarit të Allahut dhe ishin të mbrojtur dhe e dinin se ku është saku dhe e dinin që besimin në Zotin e gjithësisë do të sjellë fitime si në këtë botë dhe në botën tjetër. Të dashur vëllezër dhe motra, kur tham që profeti Muhammed është Kurani folës, pra tregojmë që profeti ecte vetëm me fjalën e Zotit të gjithësisë. Ballafaqohej me njerëzit duke i dhënë argumenta nga Kurani famullar dhe jo nga vetë e tij. Dhe si përballoi profeti me sfidat? Profeti është përballur me sfidat më të ashpra ndaj të pafeve dhe politeistëve Mekas. Ata e akuzonin me lloj-lloj akuzash, me qëllim që ta injoronin dhe ua paraqitnin njerëzve si një poet me metodë të re në poezi. Këta e bënin për ta ulur nga posti i dërguesit të mesazhit. Pas, Mekasit, politeistë të pafe, e akuzonin se ishte gënjeshtar dhe sa i gënjente, duke pretenduar se ishte i dërguari i Allahut. E akuzonin profetin se ishte magjistar dhe mendjelehtë. Dhe së fundi, arritën të thonin se mesazhi i tij ishte, po Allahu e përmend fjalën e tyre në surën Furqan ajetin e 5 dhe ata thonë, këta janë pralla të popujve të lashtë, të cilat i ka vënë të shkruhen e të lexohen atij në mëngjes e në mbrëmje. Dhe në surën Nahl në ajetin 103, Allahu thotë, ne e dim mirë që ata thonë, ato e mëson një njeri, por ai për të cilin flasin, flet në gjuhën e të huajve, kurse ky Kur'an është në gjuhën e qartë arabe. Allahu përgjigjet thënieve të tyre në shumë ajete, si më poshtë, se ky Kur'an është vërtet fjalë e kumtuar për një të dërguarit të nderuar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e nuk është fjalë poeti, sa pak që besoni. Nuk është as fjalë ndonjë falltari, sa pak që po reflektoni. Ai është shpallje e zbritur nga Zoti i botëve. 3 ajetet e surës Haqqa, nga ajeti 40 deri në ajetin 43 të kësaj sureje. Dhe një përgjigje tjetër vjen nga Allahu xhaleshanuhu për të gjithë politeistët Mekas dhe i thotë profetit që të ballafaqohej në këtë mënyrë dhe të përballojë sfidat, se nëse ata thonë, ai Muhamedi ka trilluar atë Kur'anin, thuaju, atëherë sillni një sure të ngjashme me të dhe thirrni këtë mundni përveç Allahut nëse doni të vërtetën. Ajeti 38 i surës Yunus, nëse thoni të vërtetën. Dhe një përgjigje tjetër ku Allahu i thot profetit se si të përballej me sfidat që i jepshin politeistët Mekas në atë kohë, Allahu i thot, thuaju Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë ju këshilloj vetëm një gjë, ngrihuni sinqerisht për Allahun, 2 nga 2 ose 1 nga 1. E pastaj gjykoni për shokun tuaj, Muhammedin, që nuk është i çmendur. Ai është dërguar vetëm që t'ju paralajmëroj para një dënimi të rëndë. Ajeti 46 i surës Saba. Në këto ajete të nderuar dëgjues dhe shikues, shihet qartë metoda e përkryer kuranore në përgjigje të akuzave dhe trillimeve të jobesimtarëve, të cilët ja drejtonin profetit Muhammed këto akuza. Padyshim që kjo metodë nuk është e posaçme vetëm për ata jobesimtarë në kohën e profetit, por ajo është për të gjithë kohën dhe për të gjithë jobesimtarët e çdo kohe dhe në çdo vend. Të kuptosh personalitetin e këtij të dërguari, do të thotë të kuptosh vetë thelbin e udhëzimit hynor, sepse ai nuk kishte 2 fytyra apo 2 rrugë në jetë, por një rrugë të vetme, rrugën e së vërtetës absolute. Ai ishte Kur'an folës, një realitet i gjallë, ku fjala dhe vepra nuk ndaheshin kursesi nga njëra tjetra, ku bindja dhe veprimi ishin një dhe të fortifikuara. Në një botë ku fjalët shpesh humbasin peshën e tyre,
Profeti qëndron si standard i më i lartë i përputhjes mes asaj që thuhet dhe asaj që jetohet. Prandaj, profeti nuk është vetëm një figurë historike, por një model i përhershëm, një udhërrëfyes që ndriçon rrugën e çdo zemre që kërkon të vërtetën dhe afërsinë me Zotin e gjithësisë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.